Përshëndetje, tema që do të trajtojmë sot është përshëndrimi normal. Atëherë, çfarë është përshëndrimi normal? Përshëndrimi normal na tregon numrin e gram njëvlerësave të substancës së tretur në 1 litër tretësirë. Atëherë, mënyra se si ne shënojmë është CN, përshëndrimi normal, ose ndryshe mund ta gjeni me normaliteti. E shënon thjesht me N. Atëherë, çfarë do kemi parasysh ne? Që përshëndrimi normal do jetë i barabartë me masën e substancës së tretur në gram ndaj gram ekuivalentat herë vëllimin. Edhe njësia do jetë normal, ose gram ekuivalent 1 litër. Tani, si do ta llogarisim ne gram ekuivalentin apo këtë N që kemi shënuar këtu, ku E-ja ndryshe është masa njëvlerëse e substancës. Atëherë, E-ja do të varet në bazë të molekulës që do kemi. Në rastin neve kemi një acid. Atëherë, masën e njëvlerësve ne do ta njësojmë masën molare të acidit pjesëtuar me numrin e joneve hidrogjen. Në qoftë se e kemi bazë, do kemi masën molare të bazës pjesëtuar për numrin e grupeve hidroksid që përmban baza. Dhe në rast se e kemi krip, atëherë do ta njësojmë masën molare të kripës pjesëtuar për numrin e atomeve të metalit herë valencën e tij. Tani marrim ja dy ushtrime për t'i kuptuar më mirë se si do ta njësojmë. Në 500 ml hidroksid magnezi janë tretur 7,4 gram hidroksid magnezi. Gjej përshëndrimin normal. Atëherë, duke patur parasysh formulën, që ishte masë ndaj masën e njëvlerësave herë vëllimin. Ne gjejmë masën e njëvlerësave, masën molare të hidroksidit të magnezit, pjesëtuar për numrin e grupeve hidroksid, në këtë rast do ishte 2. Gjejmë masën molare të hidroksidit të magnezit, 58 gram për mol, pjesëtim për 2. Do të marrim masën e gram njëvlerësave 29. E zëvendësojmë tek formula. Masa në gram është 7,4 gram pjesëtuar për 29 herë 0,5 litra, kthejmë vëllimin. Dhe bëjmë veprimin. 0,51 normal. Shikojmë një ushtrim tjetër. Gjej përshëndrimin normal të acidit fosforik, kur në 200 ml të tij janë tretur 9,8 gram. Shënojmë formulën. Atëherë ne na është dhënë masa 9,8 gram, vëllimi 200 ml, që e kalojmë në 0,2 litra, dhe gjejmë masën e njëvlerësave, masën molare të acidit fosforik, pjesëtuar për numrin e molioneve hidrogjen, në këtë rast 3. 98 pjesëtim për 3. Gjejmë masën e njëvlerësave 32,7. I zëvendësojmë më pas tek formula. 9,8 gram
ndaj 32.7 herë vëllimi 0.2 litra. Një pikë 5 normal. Marrim edhe një ushtrim tjetër. Atëra. Sa normale është tretësira. E sulfatit të hekurit, kur në 1 litër të saj është tretur 65 gram. Nxjerrim të dhënat. Na është dhënë masa në gram 65 gram. Na është dhënë vëllimi 1 litër dhe gjejmë gram një vlerësat. Masën molare të sulfatit të aluminit pjesëtuar për numrin e atomeve të metalit. Kemi 2 alumin këtu. Atëherë 2 herë valenca aluminit është 3. 2 herë 3. Atëherë gjejmë masën molare. $342 pjesëtim për 6. 57. I bëjmë zëvendësimet e përshëndrimi normal. 65 gram ndaj 57 herë 1 litër. 1.14 normal. Për çdo pyetje mund të komentoni më poshtë. Suksese, mos harroni të na bëni subscribe.